Me kë po lufton Endri Meksi? Pyetje shumë e komplikuar. Jemi në proces zbulimi. I di kërkera miq? Deri diku, s'jam i qartë. Nuk jam i qartë. Siç e kam thënë disa herë, besoj duhet të jetë kuptuar nga patanaktorët e medias që janë aktiv në ndjekjen, që janë le të themi të vëmendshëm. Unë kam vënë fokusin në datët e mia publike tek dezinformimi. Dhe po bëj një farë kujdesje më shumë se zakonisht në këtë këndvështrim. Jam shumë i bindur te çka kam thënë, që do thotë që duhet të jem akoma më vigjilent vetë për mos me bë gabime në këtë sens. Kam disa ndjesira mbi njerëzit e përfshirë për shkak të kontakteve dhe njohjes me ta, por nuk jam i qartë mënyrën se si jam përfshirë, qëllimin tamam dhe çfarë ngatesa kam bërë. Pjesa që dim është pjesa e Gjysagasit, por nuk është vetëm ai, pa pikë dyshimi. Po përse Gjysagasi? Përse do duhet se di, unë lidhja që kam bërë dhe që kam deklaruar është ajo e bastave, nuk më rezulton lidhja tek Akshi dhe tek pjesa medias. Janë element pa pikë dyshimi pjesëmarrës në këtë histori, kanë peshën e vet, por gjykoj që është më e vogël. Pjesa medias e shoh vetëm tek bezdisja eventuale që në fakt tani po e bëjmë, por që nuk ka qenë më përpara në sjetet e mia. Pikërisht, ke ruajtur një profil i tërhequr, rrjetet sociale ke qenë aktiv, po më shumë duke bërë edhe pak humor, batuta, satirë. Rrjetet sociale të mia, kush i kanë ndjekur, kanë qenë gjithmonë te humori, unë përthyes se s'kam. Po, unë i kam ndjekur rregullisht. Nuk kam asnjë status politik. Jam përpjekur fort për të gjën. Ti e njëre donin ti mëlla, mund ta pyetësh, kur ai bënte status politik, kryesisht i ka pasur për kryeministin Edi Rama, unë e kam gjithmonë kritikuar sepse i thoja nuk ka asnjë sens. Hajde në ekran, fol çfarë don, dhe ai del në shumë ekrane, pra nuk si duhesha unë, në të sens, ai është i ftuar edhe të mua ka qenë i ftuar, te ty, te televizionin tjetër, te televizioni, te syri ka qenë rreth një viti diçka bashkëpunëtor, pra ka pasur akses pa problem në të sens, dhe thuaj mendimet e tua, ndjenin time se ka censuruar një ndonjëherë. Kështu që me sa ja di edhe bisedat. Kështu që në të sens i thoja tek privati mbaj për çështjet tua të gustos tënde. Jo se e kritikoja se prishën një punë, se çfarë thoshte në ekran, padyshim ka më vlerë. Po pikërisht për të mbajtur një ndarje mes asaj që të karakterizon në gusto, në stil, pra zakonisht Facebooku, për ata që nuk kanë faqe profili publik, pra që nuk janë përfshirë në politika diku, unë gjykoja që duhet ta mbante tek muzika, tek eventet e ta personale, tek fotot e tij personale, tek ku diun çfarë mund të ishte diçka opinione mbi çështje të caktuara ndryshme të jetës civile. Ai është avokat, ka studion e vet, shumë okay të shpreh gjëra mbi opinionet juridike. Madje kam nxitur pas herë që të ishte më aktiv në të sens. Te pjesa politike kam gjykuar që nuk ja vlen. Dhe pikrisht ky mendim ndaj tij, pa u zgjatur mbi Redonin, vinte edhe tek sjellja ime që bëja. Un kam mbi 3000 postime, më duket pak a shumë. Të gjitha janë kryesisht tek humori, tek memet, tek gallata. E kam mbajtur në të sens. Ky ka qenë qefi. Dhe pas herë kanë një foto personale, por janë shumë të ralla. Kurse në të optik unë nuk shija interesin aq të madh të medias tek puna ime, në sensin e mundësisë për të qenë aktiv me godita apo me bë diçka siç po ndodh sot, dhe nuk mendoj që sulmi i Zotit Agasit ketë qenë tek logjika e medias. Te kam theksuar disa herë për shkak të miqësisë time mua, ndjenin time nuk ishim aq larg sa që ai të kishte një interes në atë sens. Pra njiheshit më parë apo jo? Njiheshim absolutisht. Por te ndoshta tentativës time na keq përdor. Tjetër gjë, jam akoma i qartë kjo pjesë ku mund të ketë qenë interesi. Te pjesa e Akshit unë kisha një periudhë mbi 2 vite, po thyse jo aktiv aty në procedura prokurimi, shumë pak aktiv. Që do thot prap nuk shoh ku ti kem bezdisur aq shumë apo çfarë ata mund të menduar që unë do bëja që të gjykoja aty një luftë apo një përplasje. Te pjesa e basave është tjetër histori dhe prandaj e shoh aty arsyen.